e një heroine të vërtet, por Amra do të shërbejë si burim frymëzimi dhe për shumë histori të tjera të vajzave, adoleshenteve që në këto çaste që ne flasim, janë duke bërë betejën e tyre me tumorin. Një prej këtyre vajzave është edhe Rebeka. Në qershor të vitit 2014, edhe unë do të bashkohesha me gëzimin e shumë shqiptarëve dhe kosovarëve të tjerë, të cilët kishin ndjekur historinë e një vajze e cila bënte betejën e saj me tumorin. Ende pa mbushur moshën 18 vjeçare. Rebeka është vajza e një gruaje të fisme, është një stiliste e famshme, një intelektuale kosovare, Geraldina Rexhepi, e cila ka dy vajza, Rebekën dhe Deporan. Në atë kohë shtypi u njoh me historinë e Rebekës, ajo fitoi betejën e saj të parë me tumorin, u kthye nga Vjena, ju bë një pritje të fuqishme dhe në atë kohë, më kujtohet qetësor, kam përfituar ashtu se shumë personazhe të tjerë të njohur dhe të panjohur shqiptar, edhe unë një status. Dhe shkrova historia që më ka frymëzuar fort këtë vit, për të vendosur se mes dy alternativave jeta duhet të jetuar me idenë se gjithçka është mrekulli dhe jo e kundërta. Njihni Rebekën, vajzën që me vullnetin, besimin dhe forcën për të arritur në shërimin e plot, na jep edhe ne të paprovuarve në sfidat e këtij lloji alindje të ngjashme, një mësim që ta mbajmë mend të mirë. Buzëqeshi kësaj jete, se dreqi ta hajë, po nuk e bën për veten, kush do mund ta bëj për ne. Kjo është mrekullia e një vajze të re, dhe Rebeka ka buzëqeshur edhe kur bënte selfie në dhomën e Kinjos, edhe kur minutat bënin zhurmë drejt verdiktit. Në fund u dorëzua sëmundja. Rebeka është sërish aty, e buzëqeshur, mirëserdhje Rebeka. Kjo që do të ndodhë të vjetë nga shpirti im dhe shumë shqiptarëve që ndoshën histori, u mbush në optimizëm. Por do të ndodhte që e mallkuar sëmundjet nuk ja kishte dhënë lem të mirën një herë mirë Rebekës. Kjo është historia e saj. Familja Rexhepi është shumë e njohur në Kosovë. Geraldina një stiliste me nam, Debora një aktore në ngjitje. Por sot më e famshme nga të gjitha është vajza e vogël e kësaj familje, Rebeka. Modeli që në moshë të vogël, artiste si e ëma dhe e motra, por më shumë se gjithçka tjetër, një adoleshente e fortë, guzimtare dhe luftarake. Gjithçka si në porrall deri në këtë moshë, por krejt papritur porralla duhet të shndërrohen në një mangë. Në moshën 16 vjeçare, mjekët e spitalit të Prishtinës e diagnostikojnë me tumor. Për 2 vite me radhë, Rebeka i është nënshtruar kimioterapive, trajtimeve medikamentoze, ndërhyrjeve kirurgjikale në Austri. Shumë e vështirë për ta pranuar, për ta përballuar e për ta trajtuar. Por betejja më e madhe për një adoleshente është ajo psikologjike. Mbështetja nuk ka munguar nga askush. Mjek të afër, miq, të njohur e të panjohur, në Kosovë, Shqipëri e në të gjithë botën. Rebeka, get well, work hard, fight through it, you can do it. This one's for you. Por burimi i fuqisë së saj është e buzëqeshja e nënës. Po të mos ishte forca në nënës time, unë mund të them me siguri të plot që nuk do të isha as unë këtu. E vetmja arsye që unë vazhdoja ta mbaja vullnetin dhe forcën ishte sepse ne të dyja ishim në këtë betejë së bashku. Asgjë nuk më duket e rëndë kur di që kam nënën time në krah. Dhe betejën e parë fitoi, ndërsa duhet të riniste porralla aty ku e kishte lënë 2 vjet më parë. Mangë mbuliti më herët në takimin me Fatin. Rebeka po përballet me betejën e dytë. Pak ditë më parë, Rebeka mbushi 18 vjeç. Ajo ndodhet në Austri ku po merr trajtimin e nevojshëm. Të gjithë bashk, familja të afër, miq, mjek, artist, të mëdhenj e të vegjël, kemi mbledhur forcat për Rebekën. Të gjithë bashk
do ta fitojmë betejën. Është status edhe të tjere Beka. Ti e ku mbara e mbrëmje së sotme. Ne do të lëm takim në javën e ardhshme me surprizën. Po në fakt dua të të kujtoj diçka. E di që je duke më ndjekur. E di që të pëlqen shumë televizioni. E di që Geraldina në këtë çast është në krah në ty. Unë e di që nuk mjafton një jetë për njeriu. Shpeshherë përplasjet që na bë përballë jeta na bën të urojmë të kemi 2, 3, 4, 5, 10 vjetë, po di çfarë? Ti dhe Ambra e dashur Rebeka na mësuat se e vetmja kryevepër është jetosh. U bësh 100 vjeç dhe surpriza sonte je ti. Në ndojnë shumë kilometra. Është tjera e dytë që ti përfestën një ditëlindje pa mu. Për këtë arsye, e marrë rostin këtu, para një publiku shumë gjerë, para një emisioni shumë të shikum, me t'i thonë ato fjallë cilat nuk o mujtë të ta uroj ditëlindjen e 13, besëm që po mungoni shumë. Po, ti duhesh me vazhdu me qenë e fort ashtu si që ki qenë dhe nësë. Ju du shumë, ta uroj një lumëturie, një shëndet plot, dhe shihemi së shpejt. Ju dua. Dhe një ditë me syesh me të jeshtë të tia. Unë e di në një ndërnaj, ne që qeshim, ne që qaj, o të me do t'jam shumë. Urime të lidja, dua shumë. Dojmë dullet për dullet më të përroj shëndet, jetë qarë, edhe nishta më shpirtisht. Përshëndetje Rebeka, jam shumë e lumtur që jam këtu dhe do të flas për ty. Do thua ti, por ne nuk njihemi të dyja. Por unë të njoh ty. Kam lexuar intervistën tënde. Kam lexuar se sa shumë të do nëna jote dhe sa shumë lufton ajo për ty. Kam përshtypjen që këtë dashuri të madhe të nënës do t'ja kthesh. Ose t'ja kthesh do thua ti. T'ja kthesh me besim, sepse ti duhet të besosh që do t'ja dalësh. T'ja dalësh kësaj lufte që ti ke nisur, sepse unë e besoj. Do thua ti që ku e ti Rosana se çfarë lufte po bëjon. Unë personalisht nuk e di, po ka një vajzë e cila ja ka dalë, edhe tash më është e lumtur për gjithë betejën që ka bërë, sepse ajo fitoi. Të lutem shumë, mos e humbë asnjëherë besimin. Nëse ti këtë besim e ke këtu në shpirt, unë të siguroj që ti do ja dalësh. Dua shumë Rebeka. Të uroj 100 pranvera të tjera, sepse këto 100 pranvera të tjera do të jenë më të lumturat në betejën që ti do të fitosh me jetën. Dua fort, edhe të pres sa më shpejt të të përqafoj. Ne që qajnë, botën e do të ndryshojmë. Unë dhe ti
Vetëm ka shmefton, s'ka lavdi nuk ka heronj, vazhdo bim do fitoj. Ditindjen edhe shumë të tjera, inshallah çdo vit e kima të lutur se t'jetë ditë të duam shumë, kemo të për krejtjen. Atëherë lideruar, unë dhe kolegu im duan të përshëndesim Rebeka në Gjepi, një shikuese jonë e të mërshme, zonat që ka çoku, ajo është përpara ekranit. Rebeka të duam shumë, përshëndesim, jeni qanë e rrugë potra. Arzunit mi. Nga miku im qësore që ti ja më parë ke pasur ditindje. Dhe pikërisht për rastin e ditindjes, unë do doja të përshëndesja, do doja të uroja dhe shumë vite të tjera të lumtura, vite të tjera të bukura, unë dua që të kesh që vajzë e fortë për të treguar që ke mbështetjen time maksimale, mbështetjen tonë. E përgjofim shumë të madh nga unë aksioni dhe vazhdo të jesh e fortë. Unë duhet të uroj të bëhesh 100 vjeç, shpresoj që të kemi sërish afër nesh. Ky mesazh sigurisht brenda ka edhe dhimbjen, po ka edhe shpresën. Pasi shumë njerëz janë shëruar, shumë njerëz kanë goxha kurajo edhe fuqi për të përballuar sfida fatkeqësisht të tilla që jeta na i bë përpara. Unë të du shumë edhe 100 vjeç të dashur. Rebeka, ne jemi nga Hard Attack, merrem të gjithë kohës me zemra ime dhe Roza është tani vetëm për ty. Unë jam Roza, ky është Ermali, se nuk prezantoj Nuk jam unë Roza Tjermali. Po, unë jam Ermali Tjeroza. Edhe më mirë kështu. Mjekër nuk ka dalë. Gjithsesi, ne bëjmë humor së fundit, njerëzit më të lutur ata që qeshin. Dhe siç ka thënë Charlie Chaplin, buzëqes të një ditë pa buzëqeshe është një ditë e çuar dëm. Ti ke për vete Shqipërinë, diasporën, jo vetëm. Ne durojmë shumë dashuri nga Agon, të japim kurajo dhe ne dim që ti do ja dalësh tash. Ne do të japim një super zëmër. Duket e vogël, por pas shkoj, po është shumë e madhe nga ne. Ti duam fort. Rebeka, tin forta kurajo. Rebeka, kur do të fundja të tia po përshëndetur. Uroj gëzuar ditindje dhe posë. Përshëndetje Rebeka, të uroj nga zemra gëzuar ditëlindje dhe shpresoj që të ketë brenda vetes të gjesh forcën për të kaluar atë që tashmë është sfida jote më e madhe. Përqafime. E për ty Rebeka dashur, nuk dua të them që je fort, nuk dua të them që të mos e humbësh vullnetin, sepse pikërisht me vullnet dhe me fuqinë tënde e fitove atë shqip keqe për herën e parë. Andaj nuk të këshoj që ti do ta luftosh dhe do ta fitosh me miqësinë dhe besimin tënd. Ta, unë ty, Geraldinës dhe Sonilës tonë të dashur, që gjithmonë na sjell inspirim, gjëra pozitive, ju dërgoj shumë përshtatime dhe Unë e ti vetëm ka shmjafton, s'ka ti nuk ka heroj, vazhdo bim në fitoj. Mërime ditindja Rebek, Joçk, i vapshe dhe një qenë tjera. Rebeka, je një shembull për të gjithë ne, ku ndërmon pozitivitet dhe vazhdo kështu. Forca Rebeka, jemi të gjithë me ty. Uroj edhe 100 vite tjera. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to my favorite person, Rebeka. Urime ditëlindjen të dua shumë. I miss you. Si kthehemi në Kosovë kena me festu së bashku. Happy birthday to you. Happy birthday to
Shumë zonën e mirë. Happy birthday, Rebecca. Happy birthday to you. Të dua. E dashura ime Rebeka, për shumë urime, për ditëlindjen tënde të 18. Nga zemër të dëshiroj që gjatë ditës të jetë një ndër ditët e të lumtura për ty, sepse ti vazhdon të jesh frymëzim për të gjithë ne. Të dua shumë dhe urim. Rebeka, unë në Ledri. Ledri? Ma më tresim të ga më nga buti. Shuroj që jemi të shpejt, edhe se di që shumë shpejt do të vidira që të të kthesh në Prishtinë dhe do të takoj gjithë njerëzit e të dashur. Edhe mua një ditë, jo ndoshta po do të më takosh, se ne kemi bërë ato planet tona. Për të luajtur shumë, por sfidat e mëdha, kërkon goxhim të madh dhe fitore të mëdha ndaj unë di që do të mërzitën e që ti do të dalësh dhe do të na frymëzosh të gjithë dhe siç kemi bërë deri tani. Të dua shumë dhe vazhdo e të kështu se të kemi marrë një gjëra të mrekullueshme që të qëndron tek koka 24 orë dhe nuk do të mërzitesh asnjë moment. Të dua gjithë. Nuk presë asgjë nga askush. Të presësh, bën gjithmonë keq. Problemet nuk janë të përjetshme dhe kanë gjithmonë një zgjidhje. E vetmja që nuk ka zgjidhje është vdekja. Mos lejo askënd të të ofendoj dhe të poshtëroj. Asnjëherë mos humbë vlerësimin për veten. Pritmat janë arma e frikacakta e atyre që nuk kanë të drejtë. Gjithmonë do të ketë njerëz që do duan t'u hedhin fajin për dështimet e tyre, por që në fund të fundit marrin atë që meritojnë. Gëzoje jetën, sepse është shumë e shkurtër. Dashuroje deri në fund dhe je gjithmonë i qeshur e i lumtur. Dhe kujto gjithmonë, përpara se të diskutosh, mbushu me frym. Përpara se të flasësh, dëgjo. Përpara se të kritikosh, analizoje edhe një herë me veten. Përpara se të shkruash, mendo. Përpara se të bësh keq, ndjeje. Përpara se të dorëzohesh, riprovo. E përpara se të vdesësh, jeto.